Lajmi më i rëndësishëm sot, inxhinier, ka qenë vendimi i bllokimit nga bllokimi i qarkullimit në zonën e njohur Arrat e Gurrës, pra autoriteti rrugor shqiptar mori vendimin si zgjidhje provizore për të rilidhur Jurglindja me pjesën tjetër të Shqipërisë, ndërtimin e një rruge provizore 1.3 kilometra Buzë-Shkumbinit. Po. Ju e quani të drejtë? Tani, më leo të them që unë edhe sot ka dalë një shkrim dhe më duket dhe emri ke Panorama, se kemi dhe një emision atje ke 24 me gazetarën Bruko. Atëre, në rrugën ekzistuese, rreth 1.6 km nga rruga që zbret nga Dragostunja, ka një zonë rrshqitëse të njohur e cila shef nga Verilindja. Po. Faktikisht, me rënien e rreshjeve, me rreshjet që u Ju lutem regjia në monitor se e kemi atë zonën, këtë pjesën e rrugës që është shëmbur. Jo, kjo është ura. Po. Po? Me ngopjen e rreshjeve dhe nga çmimet që bën këto, kjo u aktivizua dhe rrshqiti. Po. Po këtu ka dy fenomene, se gazetaria... Ja, kjo është pjesa. Po. Opozita dhe një kërkon kush është fajtori. Se këtu u luan. Ta lëm opozitën, këtu s'kemi pu fare as me opozitën, as me... Atëre... Po, do thënë, kompetenca është e juaj, inxhinier. Atëre, në qoftë se... Po. Projekti që këta zbatojnë për ndërtim, po, do të kishe për këtë zonë një specifik teknike, ku të shnohej që në qoftë se ndërhyet, skrapati do të ketë të pjerësi, do të vjetë kjo distancë, do të garantohet të ura, atëre nuk ndodhin këto. Pra, këtu fillojnë që në fazën e projektit, të thënë, për zonat të caktuara, rrshqitëse, a ka detaje se si mund ndërhyet për zgjerim ose për shtim ngarkesash? Të lutem, po ndërpres, të kërkoj shumë ndjes. E para, ka bërë mirë autoriteti i rrugëve që vendosi lidhjen me rrugë provizore? Po. Atëre janë dy probleme me që ju ishin. E para një do të bërë zgjidhja provizore që të kaloj trafiku, siç e morën vendimin, kurse ndërtimi i rrugës bypassit ose rrugës plotësisht, do një muaj që të bëhet projekti, njëkohësisht ai do kaloj o në, po flasim me rrjedhin e Shkumbinit, o do kaloj në krahun e Majt, o do kaloj gjurmë rreziksuese, o do kaloj zonën e Dragostunës. Okej, tani vim këtu, inxhinier, ja kjo është pamja. Tani t'ja u shpjegojmë aty që na ndjej. Çfarë ka ndodhur? Pse ndodhi kjo rrëshqitje komplet? Atëre, kjo është si zonë rrëshqitëse. Nuk është e sotshme. Pra, zona... Po pse nuk rrëshqitën para, ja? Ajo kështë zëni pozicion caktuar për të ngarkesë. Në rregull? Për të ngarkesë qarkullimi. Në moment që u ngacmua, u shtuar dhe për qindje lagështirës, ajo rrëshqiti. Po mirë, aty kishte urë? Po, tani ka dhe një. Përfaqësuesi i Shtetit Shqiptar tha një të vërtet. Ne me njëherë tha bëm 3 shpime gjeologjike. Në rregull? Dhe shpimet gjeologjike përcaktuan që plani rrëshqitës është 7 metër thellë. Që do të thotë? Që do të thotë që kjo pakodheu, ose kjo shtres, kjo masdheu, në qoftë se nuk ka pjersinë e caktuar dhe nuk mbështetet me mure mbajtëse të caktuara, kjo do rrshqasi. Po pse e bën kështu atë? Një minutë ta mbaroj të lutem. Atëherë shndot, kush e për urën? Ura. Ura ka 2 goditje. Një mund të ketë nga masa e dheut, tjetra ajo është gërryer nga lumi dhe nuk është mirë mbajtur. Ajo nuk është rrëzuar sot, nuk e ka dhënë shenjat sot. Pra, ura nuk e ka dhënë shenjat sot. Do të janë 2. Po. Do të nga lart dhe nga poshtë. Patjetër, për urën. Për urën. Më lejo të them dhe atje pas ka dhe një shtëpi. Aty sipër ka disa shtëpi të tjera. Ka shtëpi të tjera. Po. Po edhe ato rrezikon. Po e njëjta gjë ka ndodhur në Itali që thanë ata me një nashem që tha kryeministri. Po tani këtu të bëj një pyetje të drejtë për drejtë inxhinier, i kujt është faji? Atëre këtu është i dyanshëm. Një pjesë e ka natyra, një pjesë e kanë projekti dhe firma ndërtuese. Tani kush e ka fajin i pari tani? Më mbajtë se unë po pyes njeriu kompetent, jo politik. Atëre nëse unë do të isha në gjykatë, më e kërkoni ju, do të pyesja për të zonë rrëshqitëse, më jepni projektin e veçantë për këto 1 kilometër o 1.5, se si të ndërhyet për të zgjeruar, dhe mos ketë pasoja. Patjetër, ajo është baza. Atëre projekti në qoftë se nuk ka projekt. Enkas për këtë dhe për gjithë zonat e rrezikuara, në qoftë se nuk ka projekt, atëre faji fillon nga projekti. Sepse projektet tona ju fitoni tenderin, më parë kalonin në 3 faza kontrolli teknik, rregull, pastaj zbatoshin. Po sot?
Sot këto ju bëni projektin, e dorëzoni e quni të mitë qenë kontrolin teknik se e bëni si mbas kushteve teknike dhe faktikisht nuk kontrolojnë pjesë të tilla. Zonat të tilla që krijojnë këto kosto shtesë, kohumbje shtesë, nuk kontrollohen. Ndodhin faktikisht. Përsëri unë kam një pyetje të tillë, inxhinier, që kjo është një nyje lidhse për jugun e Shqipërisë. Për lindjen. Për lindjen, po edhe për jugun se Patjetër. ato janë kapilar pasaj. Po. Tani, mua më kanë ardhur disa mesazhe, sa morën vesh që unë do kisha ju në emision dhe më shkruan njëri, para se të vinit ju. Opsioni që kemi një sabotim për korridorin, për të shkatruar korridorin e 8 është i mundshëm. A jeni ju dakord? Korridori 8 në Shqipëri, me që po, atëre, Shqipëria, unë e thash dhe njërë që është korridori 8, a mund të shpegoj, e thash vetëm ne kam thënë në Polis, në universitetat të studentëve që jep të eleksion, e thash ke kjo bruko, na po e them dhe këtu, që nuk e di shqiptar që është korridori 8. Korridori 8 është një rrugë tranziti, në rregull? Po. Shtetet shfrytëzojnë pozicionin gjeografik, në rregull? Atëre, që është korridori 8? Aftësia portuale bregdetare Vlorë-Shëngjin. Nuk e di nëse më di. Po. Aftësia portuale bregdetare Vlorë-Shëngjin, dhe në aftësia geografike, që matrat e Italisë nga Bologna deri në jug, mallat e mesdheu që vinë nga Gibraltari nga Amerika, mallat e jugut të Europës, nga Spanja dhe Francë, Itali, të kalojnë nëpërmjet bregdetit Vlorë-Shëngjin, kursejnë 400 dhe 1200 km për shtetet nga Beogradi në Kiev. Në krahasim me portet dreke, pra çfarë malli që vjen nga Gibraltari, në kontinentin amerikan, ose edhe nga Anglia, nga sistemi kush përfitojnë nga këto? Këto mallra, tani që sot janë aktualisht 30 milion ton mall, nuk kalojnë në portet shqiptare, se në Shqipëri nuk ka porte. Ky është sabotimi i madh. Ti mund ta bësh edhe me 6 korsi këtë, nuk ka porte. Ky është krimi më i madh që bëhet. Këto mallra kalojnë në Selanik, tani kanë filluar të kalojnë në Igomenic. Grekët, kultura greke, kultura helene, me njëherë sa doli korridori 8 bën një rrugë. Igomenic Selanik 324 km me 40 km tunele. Dhe i ka vënë rrugën e Egnati. Egnati ka vënë? Po. Po ç'mund ka vënë Egnati? Ajo se ç'pun ka mund të pyesni ata direkt, po faktikisht i kanë vënë dhe po zgjerohet porti i Igumenicës, i cili është i vetmi që konkuron portet shqiptare. Po mi, si thaj, si di qeveria jo këto? E para njërë qeveria ka një nivel fare të ulët, po dhe sabotohet me formë nga më të ndryshme. Qeveria sabotohet? Po patjetër, nga specialistët e saj. Do të thënë, ju jeni duke thënë që kryeministin Edi Rama e keq informojnë? E keq informojnë direkt. Me qëllim? Kam 2 raste. Po mund t'i thoni, mund t'i bëni patjetër. E para një është ke Ishlu e Sumit, ai mbas 70 vjetësh, mbas konceptit italian, veten Berat për të do flasim pak më vonë, në rregull. Po tjetra? E dyta, unë faktikisht para disa kohësh kam bërë luftë madhe për të futur në ndërtimet e infrastrukturës, që rrugët të ndërtohen me lekët e biznesit, me biznesit plotësisht, si mbas koncesionit i bot, që të ndërtohet nga investitorët e huaj. Dhe me luftë fitova koncesionin e rrugës së Baldushkut, mas e ke dëgjuar. U siguruan financimet, na posën, na përqafuan, na vlerësuan, vend fillojnë e bllokuan dhe ndërtuan 6 termë shtrenjtë me rrugën Tiranë-Elbasan me tunel. Po? Një kohë që ata afruan lek për autostradën e Baldushkut dhe për autostradën Durrës Tiranë me 6 korsi, ofruan një kosisht dhe lekës Durrës Kaza Italia Elbasan 900 milion euro për të bërë lidhje. Këta, të në qeverit, si e kaluar dhe kjo nuk duan të ndërtojnë me lekët e tjere, këta kërkojnë të ndërtojnë me lekët e shtetit. Me lekët e popullit. Ky është problem. Po, patjetër, se këtu kryen dhe abuzimet mëdha dhe baza që sjell në pushtet qeverit monopartiake shqiptare janë në infrastruktura, dogana, port. Edhe këtu ka pjesë abuzim. Tani, kemi një foto tjetër, inxhinier,
që unë do të pyes, po do kthehemi prapë te kjo, që janë ato rriti rrugëve, sepse nuk është vetëm kjo rruga, ky segmenti këtu. Se, Atëherë, me këtë rast tani janë shembur çar ose rrezik për qarkullimin e rrugëve nga jugu në veri. Kut Shqiparo, Dhërmi, tuneli Llogaras, buz tunelit Skërficës Kardhiq, Vlorë, Vlahin Potçem, Ura e Selenicës, Korçë Ersek, Dardhë Bobështic, Qukës Qaf Ploç, Librazh Prenjas, Automoto Parku Elbasan, Vorë, Zallher, Skarpata rrugën e Arbrit, Derjan Mëcukull, Mat, Unaza Burreli, tuneli Murrizit, Lur Peshkopi, Shëngjin Velipoj. Unë nuk kam kompetencën të them që këto janë, po them që këto janë rrugët e diskutuara në publik. Më lejo të shprem gjë. E para herë rrëshqitje ka pasur do ketë. Rrugët janë natyrë të hapur, si çdo strukturë tjetër, si edhe një shtëpi që amortizohet. Natyrisht mungesa e cilësisë, që është baza, edhe do ketë kësaj natyre.